Një mendim për festivalin e këngës. Do ja bëj shefin. Do ju jap një lajm. Na jep një lajm, po. Ja një mendim I Klintit Çollakut për festivalin e këngës në radio televizionin shqiptar. E vërteta është që unë këtë vit e dërgova një këngë në festival. Dhe nuk ma pranuan. Ke dërguar një këngë në festival? Po, kam dërguar një material që e kisha kompozuar vetë dhe materiali nuk u pranua. Është refuzuar. Po pse? Të erdhi një përgjigje mbrapsht? Jo, nuk e di. Unë s'kam bërë asnjë reagim publik, kjo është hera e parë që unë e them. Okej, është nuk kam bërë asnjë postim në Instagram, asgjë dhe ndoshta ngjan kështu jo e vërtet, nuk kam pasur kohë të nxehem me këtë gjë, as të mërzitem. Kam qenë aq I zënë sa nuk kam pas kohë as të bëj një postim, se realisht dita ime është shumë e ngjeshur, duke filluar që nga puna që e përmenda, gjithashtu trajnoj edhe brezat e rinj për vocal coaching, kështu që nuk kam kohë, por e vërteta është që dërgova një material. Dhe kur pash materialet e këtij viti, nuk I krahasova me materialin tim, nuk kam mëri të tilla, unë nuk kam asgjë me askënd, as nuk e mendova hiç që të thoja pse nuk jam unë, si ka mundësi mu bë pa drejtësi, atë nuk e di unë e kam treguar veten me publikun, edhe publiku e ka treguar se sa I vlerëson materialet e mia. Kjo është e rëndësishme për mua. Por dua të flas për materialet në përgjithësi. Dallova një vaktësi, një mendim që bëjmë balad sepse balada shkon mirë, baladat ishin pak të vakta, nuk po përmend emra. Dhe saktësia në këndim mungonte në shumë momente. Ka